Në mars të vitit kaluar, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendosi sekuestrimin e mbi 400.000 eurove pasuri të Gzim Çelës dhe të afërmëve të tij. Në mes të pasurive të sekuestruara ishin edhe 2 apartamente në Tiranë, me sipërfaqe respektivisht 74 dhe 77.2 m2. 10 ditë më vonë, një hetues financiar i SPAK-ut, si dhe një oficer i policisë gjyqësore, shkua në vendodhjen e pasurive për të ekzekutuar vendimin e gjykatës, por në vend të marrjes së pasurive dhe dorëzimit të tyre tek Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, hetuesi dhe OPG përpiluan një proces verbal. Këto 2 apartamente janë bashkuar në një të vetëm dhe në këtë apartament banojnë shtetësia MF bashkë me 4 fëmijët, dhe për këtë arsye këto 2 apartamente nuk ju dorëzuan administratorit të Agjencisë së Pasurive të Sekuestruara, shkruan 2 zyrtarët. APSK kishte caktuar si administrator për marrje në dorëzim të pasurive punonjësin Enea Çaushaj. Ky fundit pas përcaktimit të shkruar nga OPG dhe hetuesi financiar i SPAK në proces verbal, nuk bëri asnjë veprim më tepër të ekzekutuar ekzekutimin e vendimit. Si rezultat, 2 apartamente, të cilët duhet i kishin kaluar shtetit që në mars të vitit 2023, janë edhe sot në administrimin e familjarëve të Çelës, i njohur ndryshe edhe si baroni i drogës. Por ky nuk është rasti i vetëm që dëshmon se lufta kundër pasurive të krimit po dështon. Në shkurt të vitit kaluar, gjykata e shkallës së parë të Elbasanit, një lokal me sipërfaqe 79 m2 në lagjen Luiç Gurakuqi, i cili i përkiste shtetasit Edison Gashi, i dënuar në Itali, me 8 vjet burgim për veprën penale të trafikut të lëndëve narkotike. OPG i ngarkuar për ekzekutimin e vendimit Xhafer Mua pasi shkoi në vendodhjen e pasurisë, mbajti një proces verbal në të cilin shkroi se pasuria në fjalë ndodhur në katin e dytë ka vetëm një hyrje. Kjo hyrje është përmes katit të parë që është në posedim të subjektit gjyqësor Edison Gashi. Për këtë arsye nuk u bë mundur dorëzimi i pasurisë pasi shihet i pamundur administrimi në mënyrë të sigurt nga APSK, konstatoi Muha. Administratorët tentuan disa herë më pas për të marrë në dorëzim pasurinë, duke kërkuar mbështetjen e drejtorisë vendore të policisë Elbasan dhe drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, por policia nuk është përgjigjur shkresave. Dolli me gotën bosh. Siç thekson në artikullin e tij Kapitali, një nga sukseset e trumbetuara më fort të reformës në drejtësi dhe punës së SPAK-ut ka qenë goditja e pasurive të krimit. Në më shumë se një rast, vetë SPAK ka paraqitur me shifra rritjen eksponenciale të sekuestrimeve dhe konfiskimeve për pasuritë e organizatave kriminale. Por grafikët janë një gjë dhe realiteti në terren është një gjë tjetër. Një raport auditimi i Ministrisë së Brendshme verën e këtij viti zbulon se 30% e pasurive të sekuestruara ose konfiskuara me vendime gjykatash nuk janë marrë në dorëzim nga shteti dhe vijojnë të mbeten në administrimin e pronarëve të tyre. Sipas vendimeve gjyqësore, deri më datë 30 qershor 2025 janë 3199 pasuri ose prova, të cilat duhet ishin dorëzuar apo marrë për administrim. Nga këto janë dorëzuar apo marrë për administrim nga APSK vetëm 2261 pasuri ose prova, ndërsa 928 pasuri ose prova nuk janë marrë në administrim, zbulon raporti i auditit. Ledion Boshnjaku, Erion Kasmi, Sajmir Taullau, Eridan Nebiu, Klodian Lana janë vetëm disa nga emrat e botës së krimit, të cilëve u janë sekuestruar pasurit me vendime gjykatash, por që vazhdojnë t'i administrojnë dhe t'i kenë në posedimin e tyre të pashqetësuar pasi shteti ka dështuar t'i ekzekutojë ato. Sipas auditit, përgjegjësit për këtë dështim në marrjen e pasurive të krimit janë oficerët e policisë gjyqësore të SPAK-ut, policia e shtetit, por edhe Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara. Por jo vetëm kaq, një tjetër mënyrë se si pasuritë e krimit po i shpëtojnë kthetrave të shtetit është loja me bankat. Shumë nga pasuritë e sekuestruara rezultojnë të vëna kolaterale për kredi dhe kanë përfunduar në pronësinë e bankave. Raporti i auditit ilustron një sër shembujsh konkret, çka i bën vendimet për sekuestrimin e tyre thjesht numra për grafikët e suksesit të qeverisë dhe SPAK-ut. Me pak fjalë, një dollim me gotë bosh.